Drone kamikaze Iran Shahed 136. Ja si funksionon. I quajtur Shahed 136, me një emër të caktuar rus, Geranium 2. Tani le të shohim pse kjo është një punë e madhe. Kjo raketë kalibrit rus kushton rreth $1 milion, ndërsa raketa amerikane Tomahawk kushton rreth $2 milion. Krahasuar me Shahed 136, është pak a shumë një raketë me buxhet të ulët me një çmim të raportuar prej vetëm $10 deri në $20,000 në varësi të varianteve, ndërsa çmimi mesatari i makinave në Amerikë është rreth $40,000. Kur lëshohet në tufa, këto janë një kërcënim në këtë fushë betejë moderne. Por në këtë përmbajtje, ne do të shikojmë se si funksionon ky dron, motori i mopedit pas tij dhe procesi bazë hap pas hapi se si funksionon. Përsëri, kjo nuk do të ishte e drejtë nëse të mirat dhe të këqijat nuk analizohen dhe si trajtohen ato. Ne do të shikojmë gjithashtu se si kundërshtojmë dronët me sisteme të vjetra dhe të reja. Pra, le të kalojmë drejt për drejt te përmbajtja. Ky është iranian Shahed 136, një municion modern për një përdorim të vetëm, ose disa mund ta quajnë atë droni kamikaz, ose dron vetvrasës. Tani le të analizojmë se çfarë është një municion bredhës. Një municion shëtitës, i referuar zakonisht si një dron vetvrasës ose dron kamikaz, municionet shëtitëse janë në kohë e lirë dhe e shpejtë e reagimit kundër objektivave të fshehura ose të mbuluara, që shfaqen për periudha të shkurtra kohore pa pozicionuar drone me vlerë të lartë